Në Galeri Nacionale Çifte Hamam në Shkup u hap ekspozita personale e piktorit kosovar Sejdi Kaplanaj. Me ngjyra vaje e akril në pëlhur, artisti shpreh figurën e njeriut në shumë dimensione emocionale, duke prezantuar një punë intenzive me 36 vepra të punuara. Kaplani është përfaqësuese e ekspresionizmit abstrakt nga vitet e 1900 deri në ditën e sotme. Stili i tij i pikturave në teknik figura e njeriut është të paraqitur në këtë objekt me rezultate dhe punime me forma të ndryshme. Në këtë ekspozit kishte edhe shumë artistë që kishin nderuar kolegun e tyre, duke vlerësuar punën e tij artistike ndër vite. Është një ekspozitë e mrekullueshme. Nëse shihni veprat, do shihni se bëhet fjalë për një artist jashtëzakonisht origjinal. Edhe pse domethënë shprehjet stilistike, si janë poteze të lira, në formë gestikulative të hapura, trajtimin e figuracionit si motivosh antologjike, mirë po kolegu ynë në mënyrën e vete origjinale e ka prezantuar figurën e njeriut në formë të dinamike. Tu nuk ka nevojë për narracion, për përshkrimin, për lëvizjet dhe potezet që ka bërë që megjithatë arti figurativ din më mirë të tregon natyrën e njeriut. Për shkak se artistët, piktorët e kanë gjuhën figurative, është spektri i ngjyrave, formën e kështu me radhë. Domethënë kemi bëhet fjalë për një artist me vlera botërore, mund të them, se çdo vepër që është vlerësisht mund të jetë edhe në Louvre, edhe në Guggenheim me kështu me radhë. Pra bëhet një fjalë për një artist jashtëzakonisht të mirë dhe origjinal. Nga syri juaj, çfarë mesazhe mendoni që përçojnë këto vepra? Dhe pati ndonjë që ua mori zemrën kështu në moment të parë, në shikim të parë? Kështu, për mua të gjitha pikturat që janë më duket një pikturë. Se gjithmonë artisti pikturon një pikturë, pavarësisht sa motive të ndryshme janë. Këtu bëhet fjalë për figurën e njeriut, për forcën, për lëvizjen, çdo gjë, çdo figurë statike ose çdo linjë statike tregon një qetësi ose një jo jetë, ndërsa këtu bëhet fjalë një figuracion i cili është dinamik, pa përshkruar elementet narrative, pra është një dinamizëm i figuracionit me ngjyra të cilat janë veç ngjyrat e tij, dhe shpeshherë themi këngëtari ka zërin e vet, këtë rast piktori ka ngjyrën e vet, zërin e vet piktoral. Pra të gjitha pikturat ndonjëherë më duken si një. Ashtu që s'mund të veçosh çdo një, por çdo pikturë ndoshta emocionalisht dhe njërin e lidhen nga eksperienca sensibile historike që ka patur gjatë jetës së vet, edhe diçka të një ngjyre më shumë e lidh. Por megjithatë syri i profesionistit gjithmonë e shef në tërësi pikturën. Këtë ciklin e piktorit e shef në tërësi. Pavarësisht ndonjëra është thënë thojza më e suksesshme, ndonjëra ndoshta më pak e suksesshme, mirë po çdo vepër që është bërë nga artisti është nga shpirti, ashtu që çdo vepër e ka storien e vete, e ka atë shpirtin e vet. Më e pyet piktorin këtë pikturë që e ka bërë para 20 vjet, me një do t'i tregon të gjitha emocionet që ka patur para 20 vjet. Ashtu që atë që ka bërë piktori jetë pjesë e atij personale, intime gjatë procesit të krijimit, ndërsa shikuesit, konsumentë e artit formon një emocion tjetër të kohës së vet, domethënë në momentin që e shef 100% çdo art adhurues do të ketë një çështje të vetes subjektive. Përshëndetje, spari ju falenderoj shumë që keni ardhur, na keni nderuar si familje. Unë jam rrit si fëmijë, do të thotë për rreth me art, me ambient, do të thotë me ngjyra, me prindin. Jam shumë krenare për prindin, për punën e tij edhe për gjitha ato që thjesht na i ka kriju rrethonat. Unë fal prindit tim, kam po të njëjtin profesion, jam profesoresha e artit figurativ. Kështu që falenderoj, po e shijoj mjaft shumë. Kemi qenë edhe para disa viteve me një ekspozitë babi ka qenë këtu, kështu që është për mua një nostalgji edhe një kënaqësi shumë e madhe që shteti i Maqedonisë na ka ofruar një mundësi të tillë për prindin tonë.
Që ju falenderoj. I keni qëndruar pranë përderisa i ka përfunduar të gjitha këto vepra dhe keni bashkëpunuar në një farë mënyrë, meqense edhe ju keni të njëjtin profesion? Ko pas kohë kemi shiquj, kemi shiku, apo kemi bisedu, diskutu rreth pikturave, gjonave, kështu që unë çdo herë jam kanë shumë e kënaqur me punën, me dinamizmin, me gjitha ato se si i ka kriju prindi. Po ju të na vini me ndonjë ekspozit në Shkup, e keni mendu? Besoj të ardhmen, shpresoj që së shpejti, me kënaqësi më të madhe, pse jo? Unë njerë këta piktura, sa do këdo i kumparë në përmet postimeve, në përmet të reklamës që bëjtë se CD ka planet dhe të kesa ekspozit në Shkup, në Çifte Hamam. Kështu që formova një bindjen time, edhe pse e njoh kamot i CD, por megjithatë kur hina në galeri, ndryshe ishte, gjithë pikturat që kanë një vrasi të ekspresionizmit gjerman, do kisha thënë, sikur madhështie e këtij ambienti, qetësia, ngjyra e bardhë e mureve, sikur u aheshte atë dinamizmin e pikturave të CD-ut, kështu që formoheshte një harmoni në mes të qetësisë edhe të dinamizmit të pikturave të CD-ut. Shoh se gati me të gjitha pikturat figura njerëzore është prezente dhe e luan përmes ngjyrës, nga pikturat dallohet përmes ngjyrës, ndërsa figura njerëzore edhe ajo përmes lëvizjeve që ka, kështu që kumpare pikturat tjera, por sikur figurat që CD-u i paraqet në pikturat e tij janë në lëvizje sipër. Ndërsa pjesa e mbrapsme e pikturës, ajo është ka një sekret abstrakte e cila lidh figurën me pjesën e mbrapsme të pikturës që krijohet një harmoni. Unë, për të thënë të drejtën, dhe të sfizoj momentin të them se kjo galeri, Çifte Hamam, ku ne kemi pas edhe kustos shqiptar edhe drejtoresh shqiptar, kjo galeri u hapi derën çdo piktori nga Kosova që trokiti në derë të kësaj shtëpie nuk u kthyn mbas. Unë do të shfrytëzoj momentin dhe them se ne si piktor nga Maqedonia, që unë trokita në derët e Kosovës, në galerinë e arteve, u ktheva, ma kthyen, më mbyllën derën, që nuk u merr mirë. Ndërsa Maqedonia këtu Shkupi, u aqel derën, ata edhe e meritojnë, po edhe ne e meritojmë të hapim ekspozit. Duhet të jetë reciproke pastaj. Duhet të jetë reciproke. Ekspozita që do ta përcjellim sonte është një mik imi i vjetër, ka sigurisht 20 vite që njihem me te, dhe mbaj mend kur kishte herën e parë vitin 2001, gjatë kohës së luftës, motivi ishte koka. Domethënë, kjo ekspozit ka lidhshmëri me atë ekspozitën e atëshme. Atëherë kishte kokën si domethënë motiv kryesor, kuptohet në mënyrë abstrakte e shprehur, kurse tash e shoh ka figurën e njeriu, domethënë që do të thotë se domethënë ka lidhshmëri shumë ajo koka me figurën e njeriu. Dhe është me kolori të pasur dhe me imagjinat të skajshme. Mua më pëlqen shumë dhe shpresoj se edhe vizitorët që kanë ardhur do të jenë të kënaqur me punimet e piktorit shokut tim. Nga syri juaj artistik, cili është mesazhi që po mundoni ta shihni nga ana juaj që përçojnë këto vepra? Po mesazhi është shumë i qartë, domethënë se figura e njeriut në këto punime në pozita të ndryshme, domethënë lëvizjet e njeriut edhe me lidhshmërinë e prapavizë, domethënë që sugjeron domethënë diçka ardhmëri ose ka lidhshmëri edhe me të kaluarën por edhe me ardhmërinë. Domethënë figura e njeriut se si bën atë evolucionin. Në aspektin domethënë artistik kuptohet. Mendoni që na ka munguar një ekspozitë e tillë, duke parë parasysh që thatë edhe mirë ju se në vitin 2001 ka qenë e fundit që ka qenë. Po, është e mirësaru kjo ekspozitë. Se mbrëm ishte një ekspozitë tjetër, një kolegës son, profesoreshës, por që ajo ishte plotësisht me motiv tjetër, kjo plotësisht është e kundërt me atë.
por që secila ka atë specifikën e vet. Ka dallim domethënë njëra për tjetrës, por sidoqoftë, domethënë është diçka origjinaliteti te kjo ekspozitë me atë ka dallim të madh. Secila ka origjinalitetin e vet. Që pa mësonte kemi një ekspozitë pak më ndryshe se sa ato tjera të deri tanishme që janë organizuar. Një ekspozitë më dinamike ku dominojnë figuracionet e ndryshme me kompozicione jashtëzakonisht interesante, si dhe me një kontrast të theksuar në shumicën e veprave, ku sonte artisti nga Kosova Sejdi Kaplanaj, do thonë ne ka sjell një freski, do thoja, një dinamik me veprat e tyre që na freskojnë njëkohësisht edhe na inspirojnë që edhe ne të merremi me art, edhe besoj se ky inspirim do ndikon te të gjithë krijuesit figurativ, të gjithë kolegët të cilët sonte ishin prezent për ta përkrahur këtë ekspozitë. E keni ndjekur ju vazhdimisht artin e këtij piktori? Po, në fakt me artistin, me Sejdi Kaplanaj, jemi miq që sa vite, kemi qenë bashkë në për disa aktivitete, kemi përcjell punën e njëri tjetrit me ndër vite, kështu që sonte me këtë ekspozitë është një nder për të gjithë ne, si një koqir, më thënë që ta presim artistin ashtu si i ka hije, pasi që meritojnë këto lloj artistësh, më thënë të përkrahen paktën nga artistët vendas si dhe nga publiku më gjerë. Kur e pash ftesën, do thot u gëzova pas do thot 25 viteve sa ka lufta në Kosovë. Do thonë në luftën e Kosovës, për së herë Sejdi Kaplani pat ekspozit në teatrin kombëtar në Shkup. Edhe prej atëre jemi njoftu me atë, po si them, sot disi koloriti dhe format që i paraqet piktori kosovar, Sejdi Kaplanaj, do më thonë gjithë publikën na fascinoj pak me atë kolorit dhe me format të ndryshme që i paraqetaj çdo herë. Edhe pas gjithë asaj atmosfere që patëm mundësi ta shijojmë, sigurisht që ëmbëlsira e fundit, padyshim që është edhe autori i kësaj ekspozite. Për të kuptuar detajet, për të kuptuar se pse vendosi pikërisht në Shkup ta sjellë këtë cikël të veprave që patëm mundësi t'i shohim i gjithë opinione, unë kam tani afër meje Sejdi Kaplanaj. Përshëndetje nderuar dhe faleminderit që na erdhët në Shkup. Ndërqoftë, faleminderit juve për gjithat. Është shumë kënaqësi që t'ju kemi tani, përveç se patëm mundësi t'i shohim këto vepra kaq të bukura, ne vërtet i shijuam se përderisa kishte një teksturë të bukur, kishte një kolorit të pasur dhe mbi gjitha kishte një mesazh shumë të fuqishëm. Po që secili artist e njën ashtu si e sheh artin, unë kitem figura humane për njeriu, ne kom parë këtë formë. Kum dha pak dritë me ngjyrat bukura për me harru të keqen edhe për me përjetu një tanë më të bukur jashtë. Kurse disa piktura kanë një dritë të mbyllë të erdhë për një t'i kalunet e vështirë shumë për njerëzimin. Kështu që arti dëmon e ka edhe dritën e mirë edhe ka artësirën. Aty ku është artësira shprehet vujtja, si pas meje, aty ku ka ngjyrat bukura shpresa për një të ardhme më të mirë. Pse përzgjodhet qytetin e Shkupit për të prezantuar më? Po drejt me thonë ke fati ashtu vitin e kaluar, konkurrova këtu në konkurs nacional të Maqedonisë, edhe kur në konkurrim ju thash, nëse bëhet mirë, nëse ju thash s'ka problem, thash aty unë. Ata u befasuna, dhe si lutam atje, por në këtë formë ata janë sjellë kanë ju lash disa piktura printume, i kanë pa ato komisione dhe befasisht kisha kaluar në projekt. Kjo formë ka qenë si u marrë këtu. Por që kishit shumë miq nga Shkupi, nga vizitat që i pa mësonte. Po drejt me thonë, kam miq gjithçka, jo vetëm nga Shkupi, po gjithka ka shkoj në Itali, në Evropë, këtu në Kosovë, në Maqedoni, gjitha vendet ka heci kam miq shumë.
Po ku ndjeni më së miri kur ekspozoheni? Po drejt me thonë, në venet ku i kom njerëzit e mi, venet ku i kom gjakun tim, aty më pusho shpirti më shumë. Ajo që më ra në sy, ku shumica e veprave ishin të njëjtin format. Jeni prezentuar me një numër të konsiderueshëm të veprave, por që të gjitha kanë të njëjtin format. Pse për gjollat? Ka një format 1 metre. Mesatar. Po, 1 metër, disa janë 1 metër 80, kurse disa janë 90 me 1 metër 20. Një format mesatar, e pova venin këtu, ku kanë me ekspozu, edhe mendova thashtë ta qoj këtë format se nuk doron veni formate më të Shumë të ndaja. Nuk doron. Kështu që ju përshtata formate me venin ku ekspozohen. Sa kohë ju është dashur që ta përfundoni këtë ekspozit, që sa vite po punoni? Po për këto piktura, drejt me thonë, një kohë bajke e gjatë, po unë punoj disa tema ndryshme, këtu punoj për shembull 1 muaj ose 5 javë ose diçka, po ndërhyj edhe në tema tjera. Për me më pushu, që është me thonë, instikti artistik, jo me met i burgosur me diçka, po me vazhdu me ndryshme. Se unë punoj lloj temash ndryshme. Po kjo është një ndër një temë që e kom pru këtu. Se unë kom me 100 tema ndryshme në art. Ndryshme. Si është të jesh artist në Kosovë? Sa jeni të vlerësuar ju artistë? Unë për veti jetoj në Kosovë, jetoj në Itali, pjesërisht, e kom përgjysë. Verës jam 4-5 muaj në Itali, dimrit jam në Kosovë, enën e për Evropë, jetoj më shkurt, jo vetëm në Kosovë, po shpirtin e kom gjithë në Kosovë. Pa dyshim. Sigurisht që arti në Evropë, përgjithsisht në për Evropë, vlerësohet më shumë dhe ka një kostë më të lartë. Në krahasim me Kosovën, Maqedonin dhe Shqipërinë, por afërsisht jemi të njëjta, të trija. Por si e bën ti këtë krahasim? Po drejt me thonë, nuk isha thonë ashtu si me dalluar shumë këtu me Evropë, se o barazu gjithçka. Teknologjia në këtë kohë i ka barazu gjanat, në shumë aspekte. Por që popullit din ta vlerësojnë më shumë artin në Evropë. Nuk isha thonë, se ne si Nuk popull nuk pajtohena. Unë i kom pa në Evropë. Në Evropë ekspozohen galerit për vjetreve, rinia nuk din me i pa shumë, se i ka kap teknologjia për para. Ona teknologjia e ka prish artin i farë koptimi. Gjeneratat e vjetra. Dërsa këtu është e vërtet që ka shumë gjenerata që përcjellin artin. Atë që e thoni keni të drejtë. Janë matë etë shumë për artë, se për para s'kanë pa. Ta shëshorë ju duke shumë e mirë ajo. Diçka se kanë shiju ma herët është e mirë. Kështu që e shoni farë trendi pozitiv të rinia këtu. Përmes një gjuhë vizuale të thelluar edhe me shumë shtresa kuptimore, Kaplana eksploron marrëdhënien mes trupit dhe shpirtit, mes formës dhe lirisë, mes ndjesisë dhe hapësirës.